Ndryshe në Top Albania Radio. Mirëmbrëma gjithëve, mirë se keni ardhur në Ndryshe të dashur dëgjues të Top Albania Radio, sidomos të Ndryshes. E di si është situata, nuk di. Situatë më seksi se kampani kështu. S'ke çatush fare sot herë. Nuk di ta them performance live nga Elona Duro. 4 kg më pak me një fustan shumë elegant. Faleminderit shumë, faleminderit. Megjithëse kemi këtu të ftuarin e parë për sot, i cili do flasim. Edhe i ftuari i parë. Shumë elegant dhe Ylberi, i cili ka ardhur për ta treguar më shumë për biznesin ku ai punon, apo jo? Yes, mban mend ti se sot një vit më parë kemi qenë. Unë jam martuar, Sot është 5 maj, është dita e dëshmorëve, po në 1 maj vjet kemi realizuar një emision shumë të bukur me punonjës të nderuar, të dalluar, të profesioneve të ndryshme. I dalluar, i nderuar është Ylber Shehu. Përshëndetje dhe Është drejtuesi i marketingut në Pajtoni Group. Kemi kënaqësi të ndajmë këtë pjesë të parë të programit me Ylberin. Dhe Ylberi është një kështu që vjen gjithmonë mbas shiut, edhe pas çdo stuhie, Si ta ka vendosur emrin para se të hym biznesit? Gjyshja ime. Gjyshja. Çuni si Ylber gjithë ngjyrat. Unë dua t'ju komplimentoj, të bëni shumë bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit. Me Ylberin do të flasim sot për Pajtoni Construction, për Pajtoni Group, i cili po sjell një rezidencë fantastike në një lokacion që është i mirë dhe i bukur fort mes Tiranës dhe Durrësit. Ç'a bone më plak? Se më kujtu kanalojit. Pas Pajtonit që shohim. Fill pas Pajtonit, do bëhet një ere, domethënë? Po bëhet një rezidencë shumë e madhe dhe unë kënaqësi. Ndihmon me planet gjithkohë. Patjetër, unë kam kënaqësinë që. Ja, shikoj Selcana, mirë se vini në Pajtoni rezidencë. Vendi ku fillon një mënyrë e re jetese, pozicionuar pas qendrës Pajtoni. Le ta dëgjojmë një herë, po mundi regjia të vendos të gjithën nga fillimi, të gjitha ajo aty që po shikoni është rezidenca Pajtoni Residence. Po, mund ta vendosim nga fillimi, mund ta vendosim edhe me audio për të gjithë ata që na shohin. Jetese në Tiranë, i pozicionuar pas qendrës Pajtoni në një pozicion strategjik që lidh aksin Tiranë-Durrës me korridorin verior drejt Shkodrës. Ky projekt sjell një koncept modern banimi, ku arkitektura bashkohore, drita natyrale, gjelbërimi dhe teknologjia bashkohen në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, e projektuar nga studio ndërkombëtare RCR Architect, për qetësi, siguri dhe mirëqenie familjare, ku çdo hapësirë është menduar për jetesë cilësore. Në zemër të kompleksit, shtrihet një shëtitore prej 1 kilometër, me pishinë, zona relaksi dhe hapësira të gjelbëruara, duke krijuar një oazë urban mes ritmit të qytetit, me njësi shërbimi të integruara dhe akses të menjëhershëm në çdo nevojë të përditshme. Pajtoni Residence ofron komoditetin e qytetit me ndjesinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group. Kontakto. Super. Ore, sa është metri aty? Metri nuk themi, po. Pyetja e parë. Dhe sa do ma lesh mu? Metri nuk e themi akoma, por të gjithë të interesuarit ka një numër kontakti të vendosur që do jetë normalisht edhe në gjithë rrjetet sociale, që është edhe në spot e çdo gjë. 068 60 15 000. Ishte një gjë shumë e bukur në projekt, paktën që ka një edhe besoj se atëherë Salcano, unë që të flas fiks fare, flasim vetëm për 12 godina banimi, e cila vjen e gjitha po ta shikosh në gjysmë hën, fillojmë nga kati 14 deri te pika më e lartë që është kati 30. 30 kate. 30 kate. 30 kate. Salcano, e veçanta e këtij projekti është se në katin e 5 të projektit, të gjithë godinat do të lidhen me njëra tjetrën dhe aty do ketë një shëtitore prej 1 kilometër që do jetë pjesë vrapi. Se ishte mes godinave kjo gjëja? Në mes të godinave, të gjitha në katin e 5. E veçanta e gjithë rezidencës është që do jetë pa makina. Prit se duhet ta theksojmë. Të gjitha godinat lidhen me një pishinë. Lidhen të gjitha, po, në katin e 5 që është një pistë vrapi dhe në katin e 5 ndodhet një pishinë që do jetë janë të lidhura gjithë pra. Si qime vetëm. Po jetova unë kat 7 mund të hidhem me kokën. Jo, Elona, sepse ose po mërzite me Lorenzin e nga natë dhe bin pishinë, nuk. Ose Lorenzi. Jo, Elona, sepse se mua Elona me nuk diskutohet. Kemi një pamje shumë të bukur nga aty që është gjithë pamja e rezidencës, kështu që nuk të bie koha të mendosh të hidhesh nga balkoni, kështu që. Shiko, e para njëherë që është për të vlerësuar është lokacioni. Është, si më thënë, është një zonë e Tiranës që më shumë po zhvendoset aty prej kosh, aty ku është digital. Aty do bëhet një mbikalim që të nxjerr direkt. Bravo. Pra lokacioni është fantastik. Autostrada po bëhet me 4 korsi, nga Tirana në Durrës do afrohet. Me 8.
Vajtjardhje. Kisha fjalën 4 këtej 4 andej. Ajo lidh gjithashtu edhe korridorin verior drejt Shkodrës, ka direkt një akses, po ashtu edhe në Tiranë. Kur e promovuat juve si rezidencë, si projekt, aty ishte kryeministri. Thash, nuk shkon kot ai, një gjë e di ai çfarë po bëhet këtu. Po, një nga eventet më të rëndësishme që Pajtoni Group bëri ishte promovimi i Pajtoni Residence dhe ne bëm një event shumë të madh ku erdhi dhe vetë kryeministri i Shqipërisë për ta përgëzuar si një nga rezidencat më të mëdha dhe më të bukura. Sigurisht do vita ai sa i ka thënë okay për projektin, po thaj okay. Kush do bëhet projekt? Drejtohet kjo rezidencë, çfarë tipi klientësh, njerëzish synoni ju dhe cili është koncepti kryesor i Pajtoni Group? Duke qenë nga vet slogani që vet objekti pra gjithë rezidenca mban është epiqendra e re e Tiranës, ne duam ta kthejmë atë zonë të Tiranës në një epiqendër për të gjithë njerëzit që duan të banojnë afër qytetit, larg zhurmave, pra çfarë do të thotë? Gjithë Tirana e the vet, po transferohet po në atë zonë. Do japim një zhvillim kolosal të gjithë zonës. Pra çmimet nuk do jenë këto që janë sot njerëz, kështu që duhet të nxitojmë. Po ashtu flasim që do kemi rreth 153.000 metër katror vetëm ndërtim mbi tokë. Dhe po ashtu mund të themi që kemi të ndarë në 3 faza ndërtimi, në fazën e parë, fazën e dytë dhe fazën e tretë. Çfarë do të thotë që në fazën e parë ne kemi filluar fazën e parë të ndërtimit me 4 objekte të cilat kanë vazhduar punimet. Po ecim me ritme shumë të shpejta, vet Pajtoni Group duke pasur një eksperiencë prej 15 vitesh në tregun e ndërtimit dhe duke qenë që gjithmonë ka treguar seriozitet dhe sukses në çdo punë që ka bërë. Tani a ka elemente në ndërtimit kështu, ka gjëra moderne, ka teknologji të reja, se nuk dua më ato pallatet që tash me gjithë respektin se njerëzit kanë punuar e kanë ndërtuar. Nuk duket se kishte ka një stil shumë të veçantë, duket film sepse le ta përmendim që gjithë ky projekt është projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare spanjolle, e cila RCR Architect, të cilët kanë fituar dhe çmimet në mbar botën, kështu që prandaj i është dhënë besa që të bëjë këtë rezidencë kaq të bukur, po. E veçanta projekti, siç e thash dhe më parë, është një rezidencë pa makina, pra brenda nuk do ketë asnjë kalim makinash, përveç se të gjithë do ta them të gjithë. Të gjithë do ketë vetëm një rrugë kalimi për emergjencat normalisht dhe e gjithë kati 0 i rezidencës do ketë vetëm gjelbrim, hapësira rekreative për gjithë banorët. Për post katit 0, pra edhe të gjithë pjesa e katit 5, po ashtu do jetë e gjitha bibliotek, pishin, palestër, do ketë gjithçka brenda. Pra kryeministri nuk ka folur kot. Domethënë atje shkoj jeto dhe mos dil më. Patjetër. Po mirë, se unë të pyeta çfarë njerëzish dhe klientësh synoni, po për përditshmërinë, domethënë çfarë si më ngop mua kjo rezidencë në përditshmëri. Jo, ne aty ka çdo gjë, do ketë nga çdo kush. Ne ofrojmë edhe mundësi financimi për të gjithë ato që duan të blejnë në Pajtoni Residence, pra pa kolateral, çdo kush që dëshiron të blejë, është i interesuar, afrohet pranë zyrave tona në qendrën Pajtoni në katin e 4, edhe interesohemi dhe flasim për çdo gjë. Po se ke kollaj më vllati e merr ju edhe kemi mundësinë që mos ketë kolateral, nuk ka problem, se pagove ta merrti, nuk është çështje thjeshtë ajo. E di çfarë? Se na trullosi fare, domethënë unë që e kam gjithkohën përballë them wow, luma ai që do jetoj aty. Patjetër Elona dua të theksoj që edhe gjelbrimi për post katit 0, katit të 5 është i integruar edhe në pjesën e fasadës, siç ju e shikoni edhe në të gjithë renderat dhe gjithçka që u kam nisur. Tashti, sepse e ndërpreve se Elona ne duam rritëm emisionin. Me që doni rritëm ka publicitet. Jo. Ndryshe, në Top Albania Radio. Falenderoj cili nuk harroi të vinte këngë që kërkova unë para vitit. Bravo Skel. Edhe ajo studio që është mbushur me bukuroshe dhe bukurosha që na drejtojnë Alisi, Deani, Mario. Na bëjnë të nxjerrim ne fytyrat tona bukra. Harrova emrin. Kujt më harrova emrin ti? Brapa Mikelës. Ma thoni. Si ka emrin? Altin. Altin jo. Jo, çfarë pyetje kishe për Bere ka emrin. Çfarë pyetje kishe për makinat? Tani sepse makinat e nisi me këtë, njësi banimi sa do ketë gjithsej ky kompleks kaq i bukur? Njësi banimi ne mund të flasim vetëm në fazën e parë. Aktualisht jemi me 548 apartamente vetëm në fazën e 548. Po, vetëm në fazën e parë sepse i gjithë ndërtimi prej 12 objektesh është i ndarë në 3 faza. Faza e parë, faza e dytë dhe faza e tretë, ku prek edhe kulmin e ndërtimit deri në 30 kate që do jetë. Domethënë atje me një llogari thjesht mbi 1500 apartamente. Patjetër. Po këto makinat ku do rrin? Këto e kishin se këtu ma lart ma foto publicitetin. Ku do parkoj unë kur vi atje që të bëj shpinë aty ku të parkoj. Patjetër. Tani Salsano rreth 70.000 metër katror janë menduar të jenë vetëm parkim. Pra rreth -3 kate
ndërtim poshtë rezidencës do jenë të gjitha parkime, që do jetë normalisht në kapacitet me banor. Ke parasysh që do jenë totalisht e gjithë rezidenca, poshtë do jetë e gjitha parkim. Po do shiten parkimet apo s'do i shesë për radio me taksë? Jo, po do i fali. Po do i shitur në Se nuk i shet, do të jetë me qira, nuk i shes. Pjesa e parkimit ka vetëm 2 hyrje dhe dalje anash rezidencës, të cilat të gjitha makina që do dalin dhe të hyjnë brenda rezidencës do kenë nga pjesa anësore. Perfect. Pra brenda nuk do Prandaj futet thonë asnjë lloj makinë, Ylber, kur mendohet, ti të ka filluar, kur mendohet të mbaroj dhe duhet me i siguru njerëzve që ajo data fillimi dhe ajo data mbarimit është e sigurtë, se ne kemi dëgjuar edhe historisht, thojmë për shembull do hysh pra verën e vitit 2026 dhe të kap 2029 aty edhe pra dua një datë, si më thënë, një vit mbarimi kur e ka. Faza e parë e ndërtimit është 4 vite, por me ritmet e shpejta që ne po ecim, ndërkohë paralelisht duke qenë që sapo kemi filluar grupin, kemi vendosur pilotët në fazën e parë të ndërtimit, do filloj paralelisht edhe faza e dytë e ndërtimit, por deri në 4 vite maksimumi, sipas lejes, patjetër, është që faza e parë të jetë e banuar. Le të themi që Pajtoni Group me eksperiencën e vet që ka prej shumë vitesh në ndërtim, kjo fazë do përfundohet akoma më shpejt. Do me thënë më pak se 4 vite. A ka filluar shitjet? Patjetër që po, edhe kryeministri e ceku që mbi 300 apartamente aktualisht janë të rezervuara. Mbi 300? Po. Edhe Salsano je vonë. Si ka një pronari? Armando, të përshëndesim. Ata pronari vetë unë ti them lek s'ka. Apartament dua. Ti këtë të këngën, kur ti hy Pajtonit, jo kur ti hy shpizat me flori. Mami, tu fuston, gocë fustonin. Të hy për vitri. Ja bëri dhe kokën tani. Tani. Le të themi që Ule atë metër katror. Kështu që janë çmime që do jenë patjetër të përballueshme nga të gjithë. Nga të gjithë, po dhe kjo ndihma që ju mund të dhe ndihma që pa kolateral dhe numrin e telefonit patjetër e kanë të afishuar gjatë gjithë kohës. Dhe për ne Pajtoni Group është një kompani shumë e madhe, Salsano dhe Elona, që ka një departamente të shkëlqyera, qoftë shitjesh, qoftë inxhinier, arkitekt, çdo kush punon me shumë pasion. Kam një pyetje kështu profesionale. Ju do keni shtëpi, mund të shihni dhe me të mobiluara apo vetëm tani ne kemi edhe një se ju keni edhe të gjitha të kanë avantazhin e Pajtonit Center. E imagjino do të merr dollapin këtu. Kështu që Salsano ne kemi menduar që për gjithë ato që do blejnë brenda në rezidencën në Pajtoni, të gjithë mobilimin dhe arredimin përposte arkitektëve, patjetër do kenë edhe ulje të dedikuara, akoma më shumë që asnjëherë nuk i kemi dhënë ato ulje në qendrën Pajtoni. Ylber, unë do doja të pyesja për një gjë tjetër, se sot më shumë se çdo ditë tjetër flasim për sigurinë e jetës, për sigurinë e fëmijëve, për sigurinë e një vendi që të rrim të qetë, të rrim me rahatit, mos kemi hallë dhe probleme, siç e thash, sidomos të ditë që s'kemi dëgjuar. Sa siguri sa është menduar për familjet dhe sigurinë e banorëve në Pajtoni Group në këtë rezidencë? Po, duke qenë që Pajtoni Group si një grup i konsoliduar që brenda saj mban mbi 13 kompani të tjera, ne kemi menduar që normalisht do të bëjmë edhe të gjithë menaxhimin e të gjithë rezidencës. Pra, të gjithë mirëmbajtje, të gjitha gjërat, Pajtoni Group do ngrej një kompani më vete, do punsoj të gjithë njerëzit, ne kemi shtruar të gjithë fashën, mënyrën se si ne mendojmë të gjithë menaxhimin e pjesëve të përbashkëta të gjithë rezidencës dhe patjetër që çdo banor që do jetë brenda do jetë i sigurt 24 orë, nuk do ketë plera mbeturina në përcepa sepse janë menduar për çdo gjë, edhe koshat, edhe mirëmbajtja dhe çdo lloj gjë. Koshat nga shtëpia deri në kosh apo jo? Ashtu e ka. Patjetër. Kam një pyetje tjetër. Kur të mbaroj projekti me asaj që the ti, janë rreth 6.000 banor do të jenë atje. Po, është një lagje më vete. Tashti këto fëmijët, këto të rinjt, janë menduar kopshi, shkolla. Patjetër, ne vetë si Pajtoni Group kemi menduar që pavarësisht totalisht do të duat zhvillojmë zonën për post këtij projekti gjigant që po sjellim dhe Pajtoni Group do ndërtojë edhe kopshtin edhe shkollën që do jetë dedikuar për të gjithë zonën. Për gjithë zonën. Për të gjithë zonën, jo vetëm për edhe shkollë brenda. Edhe kopsht edhe shkollë për të gjithë zonën. Po kinema do ketë? Kot po pyet. Patjetër Salsano do ketë. Për Salsano. Patjetër. Berber do ketë sa dusha sepse Salsano pjesa 0, pjesa kati 1 i gjithë rezidencës do jetë i gjithë i dedikuar pjesës së shopping, shërbimeve, patjetër. Shërbime dhe shopping. Shërbime, shopping, restorante, bare, do kemi spa, do ketë çdo gjë që duhet, palestër. E bukura e kësaj rezidence përpos gjithave, se normal do kemi edhe pjesë office, zyra,
në katin minus, ne kemi menduar që një pjesë që lidhet me katin 0, që është e gjithë pjesa rekreative, kati 0 që ti mund të kesh pjesën e zyrave, do shikoj pjesën ballore nga përballë, shikon komplet pjesën e rekreacionit. Shikoj. Po, kështu që Pra, domethënë edhe ti nëse je brenda rezidencës, do thua që je brenda, do jemi rrethuar nga pallate. Jo, do shohësh gjë të bukur. Do shohësh gjelbërim, do shohësh. Aty kishte shumë gjelbërim, ishte arkitektët kishin bërë punë shkëlqyer. kjo është edhe ajo që ne duam të japim, një rezidencë e qetë, pa makina dhe të jetojmë të lumtur brenda asaj shtëpisë tonë. Absolutisht. Për ta përmbledhur edhe për t'i thënë si me pika 1 2 3 4 5, pse duhet dikush të zgjedh për të jetuar në Pajtoni Group në rezidencën më të re? Pajtoni Residence duhet ta zgjedhësh të jetosh në radhë parë, sepse është shumë e rëndësishme një kush po investon në këtë projekt. Pra Pajtoni Group me vite të konsoliduara, me projekte që ka treguar që ambicioze që ka sjell, le të themi që ky është një landmark giganti për gjithë qytetin e Tiranës. Dhe një radhë parë është besimi që ne kemi në gjithë njerëzit që blejnë tek ne, duke ditur eksperiencën tonë. E dyta, jeton i qetë. E treta, ke gjithë facilitetet që të duhen brenda rezidencës, që ti nuk të detyrohesh të hypësh makinës, ti këtu atje për të bërë pazar, market, palestër, bibliotekë, farmaci, çdo gjë çfarë të duhet, i ke brenda. Bank, çdo gjë. Ku ka më mirë sot pjesa më e rëndësishme, Elona dhe Salsano, janë prindrit. Ku ka më mirë se sa në një moshë të tretë të jetoj brenda një rezidence ku ti ke një kilometër shëtitore në katin e 5, ke zona rekreacioni në katin 0, pra që ti mund të dalësh, shëtisësh, të ecësh, të pushosh me nipër, me mbesa, me të gjithë. Je pra një dedikuar totalisht familjes. Deri në katin e 5 nuk ka banim, mbi katin e 5 fillon banimi? Ka dhe banim, ka dhe banim poshtë, për shkak Pra do e zgjedhësh shtëpinë poshtë pishinës apo sipër pishinës? Pishina do jetë si ajo e Singapurit. Ke parasysh që lidhen ato pallate me ajo pishinë? Pikërisht. Prandaj edhe do ketë edhe poshtë katit të 5 pjesë së banimit, sepse ajo shikon edhe brenda rezidencës katin 0 që sapo të thash prapë që është një zonë e gjitha e gjelbëruar, po. Dhe gjithë kjo pishinë e madhe që ka edhe pamje nga Tirana dhe kudo. Dhe apartamentin mund ta Një njeri që zgjedh për të jetuar në Pajtoni Residence bën investimin më të mirë për të ardhmen. Po, epiqendra e re e Tiranës. Por Pajtoni Group, përpos të gjithë këtyre projekteve inovative, aktualisht ne po punojmë fort edhe për 3 projekte të mëdha që po vinë në hyrje të Tiranës në Unazën e Re, që do vi një ndërtim shumë i bukur, po ashtu edhe në Zogun e Zi dhe po ashtu. Do vish prapti. Edhe po ashtu edhe te pjesa tjetër. Kam një pyetje jashtë kësaj. Pajtoni Bank, ku do krijohet? Do mendojmë pak shpejt Salsano edhe këtë. Unë atë që dua se të prek Elona ajo pyetja se më ngeli në mendje, që pse duhet ta zgjedh, përpos gjithave janë facilitete që të ofron. Përballë kemi terminalin. Pra çdo kush do të udhtoj, është terminali i ri që sapo është bërë. Do kemi stacionin e trenit që po vjen terminali i autobusëve? I autobusëve që është për aty ngjitur, Nga ana tjetër, shikoj, është Pajtoni, janë kullat. Mbrapa është terminali i autobusave. Jemi direkt te terminali i autobusave, sepse rezidenca del në të dyja krahët. Pra edhe në pjesën ku është terminali i autobusave, që është rruga që të çon drejt Shkodrës, dhe direkt ti mund të dalësh edhe direkt për tek autostrada. Super. Pastaj ke spitalin afër, ke Digitalbin përballë, ke Durrësin në të djathtë, Tiranën në të majtë. Stacioni tren do kaloj aty. Rina si është. Po ke serviset aty. Po, gjë. Pastaj shopping për shtëpinë në Pajtoni Center dhe kjo është realisht epiqendra e Tiranës. Dhe ne kur e kemi menduar një slogan të bukur për këtë rezidencë, ishte gjëja e parë ishte që çfarë mund bëjmë diçka që ta lidh që është një qendër për gjithë, ato është ajo piknisja për Tiranën. Dhe nuk kishte më mirë se sa një epiqendër e re e Tiranës. Një qytet brenda qytetit, një qytet brenda qytetit. Po, për shembull, kuriozitet se mund të jetë dëgjues tani që thotë, "Ore, po dyqane shisni atje apo vetëm shtëpi banimi?" Po, edhe dyqane, edhe zyra. Duket se ju intereson ka vetë. Ne po dyqane. Po kisha vesh për dyqan s'vjen këtu fare. Fare. Nuk i diet fare. Jo më marr. Ilber, nuk e di lam gjë pa thënë, po se sigurisht ka aq shumë gjëra kjo rezidenca. Do duhet edhe më shumë kohë të themi të gjitha, po kryesoret besoj janë thënë. Ka materiale premium, ka cilësi të lartë ndërtimi. Ka fasada të ventiluara, çdo gjë siç e shikuat është një dritë. Nuk janë kështu brenda për brenda që ti mezi gjen ata aerosien nga. Është menduar që çdo gjë të funksionojë në mënyrë të duhur. Të fundit për ta thënë. Po, përpos gjithë këtyre gjërave që gjithë dëgjuesit tan i dëgjuan, un kam një falënderim për vet Pajtoni Group, për gjithë stafin që punon sepse janë fantastik. Është një grup shumë
shumë i madh dhe punojnë shumë njerëz. Po suksesi e tregon vetë patjetër. Arkitekt, Më i bëjt inxhinier, fala të gjithë. Erisës. Falapaç. Kush është Erisa? Shitja. Pra, nuk ka më shitjes. bukur Elona kur punoj në një kompani që fryma është kaq pozitive dhe gjithë duan të bëjmë gjëra vetëm gjëra të bukura. Ki je shefi Ylber atje i marketingut? Po, nuk e dua ta quaj veten Po shef, nuk po ta ull drejtoj ky metri marketingun. katror. Kush është? Armando. O Elona, Armando. e kemi Më prit si në takim Armando. Nesër në orën 10. Elona kemi dhënë në dorë. Faleminderit shumë edhe shpresoj, po unë jam i sigurt që ajo rezidencë do bëhet vërtet një qytet brenda qytetit. Një qytet brenda qytetit. Dhe do jetë një Faleminderit. vend banimi i shkëlqyer dhe jo Shihemi në vetëm. zyrat e shitjeve të Pajtoni Group. Shihemi për të gjithë të interesuarit, edhe një herë numrin e telefonit që ishte 068. Na mësojnë çik në let sepse Na timoni çik në let se tham shumë gjëra. Unë i harroj ndonjëherë edhe Në numrat e fund fare, në telefonit. fund fare, 68 60 15 000 Pajtoni Group për rezidencë. Epiqendra e re e Tiranës, Pajtoni Rezidencë. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit dhe juve, jeni fantastik. Dhe me sa mora vesh, atje mund ta shikosh Ylberin gjithmonë që bie shi. Jo me shef të vërtet që vjen mbi. Ju falenderoj shumë. Faleminderit shumë Fund të Gjexhe. mbar. Ne pas pak do takohemi me një Pastaj vjen, Nuk di tani. The Queen, Celine the Queen, fituese e Vazhdon The Queen, edicionit. Po patjetër që vazhdon, ajo sa është shpallur. Nuk është The Princess apo jo? Jo, është The Queen. Ka ardhur aty po dëgjon, Ka ardhur? kujdes është aty ja. Nëse ka ardhur atje të bëhemi gati të zhvishemi. Celine ishim pas xhupa, po pak them. në Top Albania Radio në ndryshe, mos u largoni.